tetënore. Deri te ky skandal I cili tash dyshohet tek duhet më pa a është do të ketë vërtet po. Çfarë do të thotë. Mirë, po ti e sheh aty një shablon. E ajo është krijimi I këtyre shkurticave ligjore, ty u thirr në mendjen e shnosh. Pse nuk e thirrim njerin në telefon, me shku me na I siguru do rezerva shtetënore, me qenë se situata është urgjente, edhe rrugës me I shkel kush e di sa procedura edhe me I ngrit kush e di sa dyshime. Edhe tash... Mendon që është njëjtin pyetje, nuk është si më thonë I farë... Nuk e di, unë s'jam fort ekspert, po mundona me e shpjegu... A duket që është arrogancë, a duket që është njëtë, që më thonë, a qëllim që këta me... Nuk e di. Me qenë se nuk kam unë as ekspertizë e as informacione me ditë saktësisht për çfarë bëhet fjalë. Për mënyrën e argumentimit që është përdor deri sonte, edhe nga ana e pushtetit, edhe nga ana e këtyne që po akuzojnë, pra forma argumentimit edhe që to fakte edhe informacione që po ofrohen, po më jep me besu që në mas të konsiderueshme, këtu bëhet fjalë për mos përfillje të disa fazave procedurale, që shpesher din me qenë edhe të koklavituna, edhe të komplikume, ndoshta edhe me qëllim tek e fundit aty ekziston një arsye pse llojet e njerëzve si unë e blerimi nuk marrin pjesë në tendera. Nuk I marrin fort vesh ato. Nuk janë të leta, mirë po edhe anashkalimi tyne në emën të vullnetit mirë, ose në emën të qëllimit mirë, ose edhe në emën të common sensit. Tregon për një problem shoqnor, I cili mundet me na sjell neve si shoqni me fillu me e relativizu diçkafin që gjithmonë është komplekse edhe jo fort funksionale, e ajo rjeti administrativ, byrokratik I një ngrehine që e ka emrin shtet, byrokracia shtetnore, ku bën pjesë edhe sistemi drejtësisë, ku bën pjesë edhe mënyra që shpërndahen paratë e shtetit, nuk ka shtet në botë që nuk ankohet në byrokraci edhe në procedura të teprume, mirë po, nga njëra ana ato ekzistojnë me arsye. Nga ana tjetër, qysh me thonë, vullneti edhe entuziazmi gati kështu partizan, mi shkel ato, në emën të vullneteve të mira, në emën të sukseseve, shpesher mundet me çu në dyrë të burgut. Unë nuk e di për çfarë bëhet fjalë. Nëse bëhet fjalë për një krim pa paramendim, edhe me qëllim të mirë, duhet me kallëzu që megjithatë kjo ka mu konsideru krim, pavarësisht qëllimit. Nëse bëhet fjalë për ndonjë strukturë shumë atë organizume që e ka zhvillu një akt pa lehtëshëm me qëllime përfitimi, ajo po ashtu do të dëshmohet. Aktualisht nuk e di për veti, edhe s'kisha pasje më marrë me këtë punë, me qenë se s'jam edhe ekspert I kësaj, edhe me deklaru nëse ka ose s'ka fakte, argumente. Mu ma shumë ka interesu, edhe po më intereson mënyra që opinioni publik o ka ndërtën tregime mbi qëtë lloj të paregullësive që po shpalosen në për opinion dhe në për media e që ndërlidhen me pushtet. Tash, reagimet e njerëzve ose reagimet e eksponentëve zyrtarëve si Ministria e Jashtme, e Ministria e Drejtësisë, forma e arsyetimit dhe e argumentimit që ata e kanë shpërfaq mram, që bese edhe sot, është përtej arrogancës, ajo flet për diçka tjetër, flet për një bindje të epërsisë morale edhe të epërsisë etike. Qëre? Të lënduar tashmë? Se ajo po duket nervoz, pra. Nëse lexon reagimin e Donika Gërvallës, ta jep përshtypjen që ajo ka lidh kryt me lugë kështu. Edhe ka shkruan çat postim, që më thonë, masi ka pi një 3 kafetina. Do më thonë, nervoz kështu. Masi përmenda partizant, këta përmaqojnë ka pak mallin e tyne. Për shembull, në qeverisjet e mahershme që I kemi pas, kur është bo fjalë, ose është shpërfaq në një skandal në opinion publik, spaku pushteti ka hesht. Edhe nëse s'ka qenë I kënaqur,
atë spaku nuk e ka shpërfaq publikisht, e lere më me shku mi sulmu sistemin e drejtësisë. Pra, veç ka hesht. Edhe shpesh here o mundu mu distancu. Me qenë se në një mënyrë apo në tjetërën, ka qenë po ashtu, edhe vetë ka pak i bindun që këtu me gjas mundet mu bo fjallë për diçka që është edhe e paligjshme. Këta përveç që nuk po tërheqen edhe nuk po përmbohen, këta edhe po të sulmojnë. Do të thot, në njërën anë po bëhet fjallë për shkelje, e në anën tjetër ti pishe këta ty të thonë, përveç që kjo nuk është shkelje, ti edhe anë mik i vend. Këta si partizant, këta edhe të kam plashkit, edhe të kam pushkatu. Ti mund është mi zgjidh bilenionën, jo dyjat. Këta edhe të plashkitshin, edhe në fund pushkatejshin. E këta edhe, që me thonë, po përfshihen në veprimet paligjshme në njërën anë, e në anën tjetër po fillojnë me sulme. Si policia në komunikacion, edhe të dënën, edhe të qërtën, të është të dyja, që të ndë, ose qërtën. E tash, Tash qëre, edhe këta duhet me e kuptu me gjas një ndër ato menqurit e para të marrjes së pushtetit. E ajo është që është letë me qeni pastër, edhe o letë me mbajt ligjërata, edhe o letë me ndërtu percepcion mbi vetën, pa pas përgjithësi. Edhe, qysh me thonë, tek kur ti merë përgjithësit, tek kur fillon qeverisjen, që atëherë fillon edhe matja, edhe vlerësimi real i aftësive tuja. Këta 10 vjetë nuk kanë qenë pushtet. Për 10 vjetë këta e kanë ndërtu vetit një percepcion të pa prekshmërisë të tyne morale edhe cilësive të tyre të larta shoqënore. Mirë po, pushteti, edhe ajo që vjen me pushtet, aftësia dhe mundësia e shpërndarjes së paras. Ajo të vjen ty, tek ajo është testi edhe tundimi më i madh ku ti fillon me e kuptu me çfarë llojet njerëzve ki punë, me çfarë llojet bashkëpunëtorëve duhesh me punu, edhe sa është e thellë bindja rreth korrektësisë para ligjit edhe korrektësisë personale. Blem? Nga me janis. Shiko, unë e kam lexuar lajmet që dërin media rreth kësaj afere dhe këtij skandali. Po definitivisht ajo që është shqetësuese në këtë rast është, do të thotë, sulmet brutale edhe në korr, të cilat i kanë ndërmarrë pushteti aktual, do të thotë, kjo qeveri që tash po quhet detyrë që ende, do të thotë, ndaj institucioneve të drejtësisë. Këto sulme që neve në shikim pa na duken si lajme ditore edhe që mbas e kalojnë, në plan afatgjatë kanë me pas një efekt shkatrimtar për integritetin e këtij shteti. Kanë me pas shkatrimtar për shkak se e devalvojnë krejtësisht, do të thotë, idenë themelore e cila qëndron në themelet e këtij shteti, që është, do të thotë, ndamja e pushteteve, balancimi i pushteteve, drejtësia e pavarur e kështu me radhë. Këtë këto në fund kanë me dëmtu në mënyrë të pariparueshme këtë gjë. Sepse do të thotë është kriju një klimë e tmerrshme kur një lloj presioni i cili në mënyrë të pashmangshme ka me i pengu, do të thotë, hulumtimet, hetimet edhe proceset gjyqësore të cilat mundën me ndërmarrë tash të ndarmen kundër pushtetit. Sidomos pushtetit ekzekutiv, sepse korrupsioni është fenomen që ndodh zakonisht aty. Do të thotë, shikoni, vetëm lexojeni fjalorin e vokabularin të cilin e përdor Donika Gërvalla. I gërditshëm, do të thotë, hakmarrje shëmtuar. Me ta marrë menja që ky njeri është rrit edhe është eduku dikon në Bashkimin Sovjetik. Jo në Gjermani. Jo në Gjermani, do të thotë. Po është rrit kjo. Gjermani, po, Gjermani. Në Shqipnin. Problemi megjithatë është eduku, është vokabularit i tmerrshëm. Ku e ka burimin këtë kjo? Këtë kjo e ka burimin tek një gjë bazike.
lëvizja vetëvendosje asesi nuk po pranon edhe po lufton me të gjitha mjetet e mundshme me majtë gjallë mitin e një organizate që është e pastër, e mbrojtur, imune edhe pa preshme nga korupcion. Ato që na për diskutojmë këtu të thotë e përsin morali. Kapitalin moral. Edhe për me mbrojt atë mit, që për moshtë mit, ata nuk zgjedhin asnjë mjet për me sulmu, do të thotë çdo lloj gjëje që e hasin institucionet e drejtësisë që kundërmon korrupsion. Kjo është arsyeja pse e sulmojnë në mënyrë kaq të vrash sistemin e drejtësisë, duke shkel faktikisht edhe një prej parimeve kryesore mbi të cilat funksionon drejtësia demokratike, sistemi i drejtësisë në demokracitë liberale është prezumimi i pafajësisë. Edhe mos ndërhyrje. Edhe mos ndërhyrje. Do të thonë, okej, këta po dyshojnë, ne jemi për shtet ligjor, ne jemi për respektim procedurave, edhe do të shohim se çka do të thotë drejtësia në këtë rast. Sa një ma normal që duhet me bëhen një njeri i cili beson në vlerat demokratike. Problemi është se në këtë vend vlerat demokratike janë duke avullu, duke u shtjerë, duke u zbraz nga kuptimi i tyre real. Do të kemi kështu sulmesh brutale, të cilat një ditë kanë me pas efektin e tyre moral, sepse mo kërkush nuk ka me besu gjykatave. Kur këto sulme vinë për këtyre niveleve. Kështu që vetëvendosja po përpiqet me majtë gjallë diçka që nuk mundesh me majtë gjallë pas një kohe të gjatë në pushtet. Nuk mundesh me majtë. Nuk mundesh me mbulu aferat, skandalet, korrupsionin i cili është evident, aty ku ka pushtet, sidomos në vendet ballkanike, aty ku ka pushtet, aty ka edhe korrupsion. Nuk mundesh me imbulu me akuza të tilla brutale, duke kriju tash idenë se sistemi i drejtësisë është i kapur për do grupeve, ata qëllimisht po nxisin këto lloj aferash për me na godit neve pastërtinë tonë morale. Ky është rreziku i madh që në planin afatgjat po rrënohet ideja e shtetit në Kosovë. Ideja e një shteti që bazohet në ligj, një shteti ku procedura nuk guxon me ushkel, procedura për gjithçka. Pse quhet të sundimi i ligjit, sepse çdo veprim i institucioneve duhet të jetë në përputhje me ligjin. Nëse vepron në përputhje me ligjin, ti bën shkelje edhe për atë shkelje duhet me shku në burg. Nuk mundesh me arsyetu shkeljen e procedurave e të ligjit me qëllime morale të cilat ekzistojnë vetëm kokën tonë, ose vetëm në interpretimet e tua. Kështu që, thelbi i shteti është procedura. Nëse shkelen procedurat, krejt qëllimet e mirat e botës të cilat njerëzimi i ka andru e i ka planifiku prej shekujve nuk mundën me ta justifikuar. Që shdojnë rruga dhe në ferë. Që shkrume me qëllimet mira. Ose o shkrume një roman për kitë punë. Me gjithë këtu nëllë për duke që është... Këtu është shumë ma tepër se kaq, për nuk bëhet që aty për procedurë, për bëhet për një sër shkelësh cilat sigurisht do të vërtetohen ose jo në gjykat. Për mund ndërlidh, nëse ka qenë shkelje procedurale, Peci ishtë dosh me tregu që është shkelje procedurale dhe e ka bo me qëllimin e mirë. Që ka bëbën Peci është nuk po pranon kur gjë. Pra po thot që edhe procedura është në rregull, edhe njeti ka qenë i mirë. Edhe shpjegimi nuk ka dhënë shumë, Dorën Zamën. Pra nuk di pse, po në intervista në këtë nuk është që i ka mbrojtur, që më thonë, me fuqishëm e kom po intervista dhe kretë sanë që se ka ditë Peci e morën vesh që i kishte me lu një komision dikon. Pra, kur thëjke për një përgjigjet pa sigur, thëjke është një komision ministri që mu më ka thonë. Po, ministri që i merë kretë meritat për punën e bujqësisë, nështë ta duhet mja udhon aty në komisioneve meritat për të mira. Nësë mund është fajet mja ullon komisioneve e meritat me i marë për veti. Tash janë një dy metoda, që unë pe i klasifikoj kështu, qysh njeri përballët me kësi sene. Mas pori është vetëvendosja e ka zgjedhur metodën e anatomimit të sistemit gjyqësor, edhe të gjetjet së arsyetimeve se pse po ndodh kjo. Metoda tjetër është thjesht mos me vjedh dhe mos me shkel ligjin.
këtë dytën nuk është të e njoftë shumë vendosja, po e përdor këto të parë.